Rrit pak atmosferën, pak energjinë, pak pozitivitetin se një ditë e hircët, rreth 12 gradë janë temperaturat aktualisht, nuk është ftohtë, por është një ditë me shi edhe kështu po më duket ka me qenë gjithë java. Pa ka shumë parashikime të tregojnë që kështu ka me qenë moti gjatë gjithë javës, pak me shi, me re, kështu që nuk do të kemi ndonjë mot simpatik këtë javë, por na do të kënaqemi, sepse është koha me nis. Po shkohan mas pari për me nis me do të me bisedu në ati qka bashkë. Më thonë, e këna pas një lojë që në këtë vikend në ka kënaqë shpirtin. Ka qenë loja e Kosovës. Lojë pak kanë qenë, edhe Shqipëria dhe Kosova. Më thonë Kosovës e këshyra atje, edhe fitoria ke shumë e mirë, edhe na i ka bo zemrën malë, për ndryshe, u këm poshtë shumë prej atyne që ju shkume për cjellë Kosovën atje, edhe kjo më ka bo për me uni shumë mirë, për njonin prej tyne kena... Ku ka qenë loja në Spanja? Në Spanjë, njonin prej tyne kena në lidhje telefonike, edhe që ashtu këm vedos, tash sot po e hapim, do më thonë, emisionin, po e hapim emisionin, edhe ma boni Alo, Kristian. Ishte këshuja për në një. Kristian? Alo? është lidhja e hapën, po s'puna të gjënë për mblokët. Nuk e di ashtu në ndëgju. Nëjse që tash kam mundu me regullu se ka në e farë problemi dvogël. Edhe, ati që kam fa një Kristiani për ndryshe është po në Austri. A jetë në Austri? Po, në Austri e ta. Në Austri e tash mundet me pas pak problem Viberim. Është rrugës dikon, është rrugës të këthynese. Hajde, Kristian, në Viber, se pesho që me Facebook kena problem, në Viber po mundohemi për me bo një lidhje edhe me bisedu zbashku, po për dëgjojna kongën e parë, Okej, është koha për të nisur, qka? Kështu e kemi lënë fjalinë, e kemi lënë temën për ditën e sotme, ju e vazhdoni se për çfarë është koha tani, për ju personalisht. Kështu që pasi ta dëgjojmë këngën e parë, kënë ka përzgjedhësime? Këngën e parë kam përzgjedhur nga Samantha, Kafeneja e dashurisë. E nisu me dashurisë. Që ma bënë një pyetje Fion për Kristianin. Than, qysh po ka, nuk veçën, atin qysh po organizon, tha, po qysh po ka mundësi, tha, këtë djallë me shku mi pa krejt lojt. Edhe kohë edhe financiarisht, qysh po ka pare, thash e ka qel një firmë, atin se që e ka qel thash një firmë, klop dhe thash edhe, me ka një, thash peshet një mësat, thash me pare të vishë, thash po shkom peshe lojën. Kristian, përshëndetje. Përshëndetje, Kristian. Përndyshe, ku je për momentin? Ola e paska këty. Jam të hinë në Valencia. Hala ja atje, do me thonë. Jam ka pëlqy mos për e i këtoj, këm shti letrat. Le për penzion. Po, edhe ju thash, la tiuhela a mama, tezës i vej ranon. E pas kem su edhe spanjollisht, qysh është edhe njerë? La tiuhela a mama. La tiuhela a mama. Nësë ndryshe është, për nështë tash pak e ka zorme. Okej. La tiuhela a mama. Qështë të ke? Qëta është e gjojna? Qysh ke atmosfera e ndeshjes, do me thonë anej ka tifos, e pam që nuk pat shumë tifos, si nga Islanda ashtu dhe nga Kosova, sa i stadiumi e nëzën gati krejt Islandën mrena. Po, jo, nga Islanda pat, më thonë, ata shka kem, kja dykon dëman Islandës kënë dykon afro 70% të tifos. Islandës ishën mobilizu ma mirë, i patën ato tuponat, sullet e veta, kënë një numër i madhë, bënë në atmosferë, kurse tena pat nga krejt Evropa, nga këtë pjesë e Evropës, ka pasur për Kosovë, sepse ishte linja Tiranë-Valencia, aja linja të cilë dhe ka shfrytzu tifoz, ka pas, u konë interesant, ka pas edhe prej Glasgow, sepse ka qenë linja Glasgow-Murcia, ku shqiptarët e Glasgow që kishin dhe isa aty, e kanë shfrytzu dhe kanë qenë aty, ka pas për Italie, që kanë arë me vetura, ka pas për Zvicre, ka pas prej, gjithë shkaj ka pak, por atmosfera ishte mirë, i na mundu me dhonë maksimumin një përkra djemë tonë. Djemë tonë në shpërblin dhe mundën që e banëm na për mi përkra, me fitore, me një lojë të mirë, lojë kompakte, edhe të hoteli letartë në kanë pritë, dhe me thonë i kanë pritë tifoza në njërë fantastike, në njërë të vjeshtë, njërë vlazërore. E pashe kështë e marrë një dhurat? 2. Një sta japë? Po. S'ka lidhje, e di që s'jep ti, do më thonë, se ki dorën e lëshume në kisë në aspekti, po e ke meritu, do më thonë, për me, përveç Amirit edhe të kujnasë, se pas na po? Të Ramonit edhe të Visarit, si që thunë. Okej, të Visarit, okej.
duhet me theksu mirëpritja e PFK-s se duhet të dorë ndaj tifozëve. Janë ata djemë shumë të mirë, janë ata djemë shumë të mirë, është një pjesë e jonja, të bojnë, aq mirë na presin. Gjithmonë, sidomos kur luajmë jashtë, nuk po foli për vetën, po foli për tifozët tjerë, pasi të bojnë shpeshherë mundima i rëndësishëm të vetë lojtarë që janë aty. Qysh ke puna e tezës kallzo më njerë, se në mu po ma qëtë pak ma ndryshe shtu puna të te, jo, mire pas ka Tia Madre. Po, mire pas ka pos, Tia Uhelia Madre, tezës si vjen njëra non. Mos i të këshyrë me kësi. Me shata që e ke këshyrë edhe te. Se na kënina dhe më dhona pjesa, nuk i djesë la pjesin e kopezonja jugore, këto një qështu. Po më duke të të analit dhe i pak ma ndryshe. Ani natëve ku po spanjol këmi një. Tha, po du mu shvendos komplet atje. Me qeli ferma. Kur pritet me qeli ferma atje të të vishave? Tash, po duhet me qetë ashta një ferme kësi. A gje ki ko gjapun, veç? Kallëzëm qysh do të më organizu për me po një loj, se unë nuk e nisa me pa qëllim, po e nisa me qëllim punën e, se shumë ka prej atyre qysh po shkane, ku adin, qysh po më në shka shpesh me shku, po. Qka bën ti? Qysh ja bën? Dëgja, unë besaj që një Kosovar ose një Shqiptar në argjën ma shumë weekend, Shqipëri ose dikun ma shumë se une që baj një organizim një loje. Gjithë shka bëhet nëse fillon para një muje se dy. Mas pari du të me marrë dhjetë e gruja, po, e dyta. Ajo po, e para. Pastaj du të me rezervu aeroplanin, i cili mu ka kushtu për shamo Syri e Valencia, më ka kushtu mu 69 euro. 69 euro, këthyse? Po, okay. Po, këthyse. Dikon rreth 80 euro ka kushtu dhe kjeri për 30. Okay. Një rend që ke marrë, po? Po, dyherë ka, dëmon, dy net, ka njerë 60, njerë 80 hoteli. Po? Edhe ushqimi vora shka dojnë me hangër të vetë. Hajde edhe ushqimin pelojnë atë qatë sa rruga, edhe sa të ka bo bileta e lojës? Jo, biletën e lojës duhet të theksu se zakonisht në disa rastet, sidomos sikur kjo, na ka dhuru Dardanët, sepse kemi numrin e kufizuar e biletave për me marr. Okej, po një bilet normale kish kushtu 20 deri në 50 euro, apo? 30 euro ka kushtu bileta. 30 euro. 30 euro. Që po bjen dikon një farë mesatare që ashtu që shpo thuti si me shku dhe në Shqipni me një weekend njësoj është me shku dhe atje. Qa e buna një farë logarie dikon këto? Po, është, ta një vare ti shka do me zgje, po nëse ti do me bo një... Veç që do të me organizu pak ma herët, apo? Mos me lanë ditën e fundit. I gjithë shpimet ma tira, normal. I ka po ferta. Një shok dash mund na bashkë në gjitë neve, e njëta bilet kushtet i këtë 230 euro. Të më 2 ditë për para. Mal. Pastaj domon e kishte 80% kostës si unë kisha llogarit për 3 ditë. Domethënë krejt parë të keq shpenzimet e veç bileta pas ka shku. E kena një temë, po duhena me ta bollë që të pyetje tani me të përshëndet. Është koha për ta nisur, është koha me nis çka? Me marr grupin B më seriozisht. Është koha me nis grupin B më seriozisht, okej. Me marr grupin B më seriozisht. Tani tash jemi fut në grupin B, apo kupton? Okej. Me futboll për lidhje me Kosovën. Po? Tani nuk është hajgare. Tani po ballafaqohemi me ekipe të mëdha, si Belgjika, ndoshta Kroacia, Turqia, Bullgaria, Hungaria, këto janë ekipa të mëdha. Duhet filluar me marr seriozisht. Nuk duhet mendojmë që jemi të fortë sa ata, apo që jemi në një grup me ta. Fala atje edhe tezëve, edhe dëgjojemi, edhe shihemi dhe faleminderit që e ke gjetë kohën për me ndo me ne këto dhe me na e pak një përshkrim çu ka qenë atmosfera atje. Faleminderit edhe për juve, ju e dëni që jemi gjithmonë një farë korrespondent juve. Tani e fshat mirën. Fala Fiona po. Faleminderit shumë Kristian, se me një farë kolle, po mundona me rujt pak zonin, me rujt frymën se një 4 herë më dëgjove në shtatu kollit këto. Po. Një Kristian e fali. Faleminderit. Të ngalov shmirë. Faleminderit. E mrekullueshëm çast. Tash të shkoa për me fillu me i pranu telefonatat e juaja në 049978978 për temën është koha për të nisur. Është koha me nis, ti bina ma shkurt, po mos të zgasim kështu. Mundeni me na thirr në 049978978, njëti numër mundeni me përdorë edhe për telefonatat, edhe për informatat rreth komunikacionit. Sa e përket komunikacionit, ju tregojmë se Petrol Company në Çaklavis në të dy anët të rrugës Eurodizelën e ka 1.22 për litër, benzinën 1.22 për litër dhe në Arbri, këtu tek Projinjel, për me dalë në Arbri, Eurodizelë është 1.24 për litër.
benzina është 1,24 për litër. Mos harroni për me u bë pjesë atij komunitetit në Viber, sepse mundeni me i mësu çmimet edhe për pikat e tjera dhe me i pa ofertat e lojësh për bysë këto që i kanë. Çe telefonat. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, për parim. Çka të përshëndesim në këtë zonë ja. Ka problem me zonën, çka po thu? Te po do çka ki problem me kollën. Unë jam me ftofur me koll. U bë mara. Po më desklog. Ja, jam smut, po jam me grip. Rri pak më larg, lutna. Pak më larg. Peshkën ditë për të zjarë. Për parim, është koha për të nisur çka? Peshkën ditë për të zjarë. Po të kuptoj. I pas ke marrë masat. Çka me i bucimit se po mënon me manual mikrofonin këani po kos. S'ka me bërë. Ja kom qitore në qitovës. E që po? Hajde të regom, është koha për të nisur çka? Për të nisur? Po. Në jetën sa më të bukur, sa më të lumtur, sa më... Një jetë sa më të bukur, sa më të lumtur. Bravo për parim. Hajde të përshëndes shumë. Po të bolë, kom që më kështë dhe të sola, inshallah. Dhe më Allah, kënë dhe s'këtë sa më shumë, sa më shpejt. Faleminderit, përshëndes shumë. Edhe shiko futboll, po se të bën mirë. Bën pak nervoz, po të bën mirë. Shumë e fortë, po për ndryshe nëse dojna me shku me pa futboll, edhe nëse dojna po mi abos si Kristiani, edhe shumë të tjerë që e bojnë njëjtën, e me këshur kalendarin kur është loja me Zvicrën që është në shtator, edhe mujna qysh tash tek Prishtina Ticket.net me u bo gati edhe me rezervu një bilet për me shku një bilet këtyse, sepse keni mundësi me fluturu drejt Gjermanisë, Zvicrës, Slovenisë, Suedisë dhe Luksemburgut. Pra, përmes Prishtina Ticket.net me operatorin më të madh në aeroportin e Prishtinës. Alo, përshëndetje telefonata, përshëndetje Viber, realisht. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, kush na përshëndet? Elektrogimi. Hajde Elektrogimi, është koha me nis çka? Më nis mbjellat pranverore. Është koha me nis të mbjellat pranverore. Okej, faleminderit shumë që na ke telefonuar çet tjetra fion. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Hajde na tregoni nderuar, koha është për të nisur çka? Koha është për të nisur për ta kuptuar njëre për gjithmonë që duhet ta zhvillojmë shtetin tonë. Okej. Është koha për të lënë hajnit, dollaveret, zhvatjet. Pra është koha për të filluar një jetë të re, me një kosovë të re. Me fillu, me nis. Me fillu është diçka e madhe, me nis është diçka shtash për shtash. Po mos e kesh kuptuar. Një komplet një mentalitet të ri, zhvillimit ekonomik vendit, edhe koha me thonë qeveritarëve që rryma nuk shtrajtohet në shekullin 21 sa t'ju teket në bajgare me shtetarë. Bash shekullin 21 ta shtrajtojnë sa t'ju teket. Është koha me kuptuar një për gjithmonë që shteti duhet më shumë se jeta dhe më shumë se vetvekja. Faleminderit Gaz, përshëndes shumë. Faleminderit të mira. Edhe pse kjo korrupsioni dhe këto gjithçka tjetër po ndoqen shumë tema të vogla krahas asaj çka kemi pa gjatë ditës së djeshme që ka ndodhur në Vushtrri, plus para pak minutash u bë e ditur se prapë është një vrasje e dy fish në Vushtrri. Kështu që këto tema të korrupsionit, hajnisë këto edhe pse lidhen njëra me tjetrën po ndoqen pak si të vogla krahas asaj çka po shohim edhe çka po dëgjojmë. Po presim tjetrën telefonat 049-978-978. Në ndërkohë mos harroni IPCO vazhdon me ofertat e muajit mars dhe pak ditë kemi deri në fund të muajit mars për ju që keni pakot prima të shfrytëzoni rastin dhe të bleni televizore super televizorët me 24 këste, kështu që vizitoni pikën më të ofert të IPCO-s kudo që e keni nëpër krejt Kosovën, merrni më shumë informacione edhe bëheni me televizor të ri. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Nga Zvicra. Kush nga Zvicra? Bahria. Si e? Mirë, faleminderit. Mirë, faleminderit edhe na. Mirë, po kalojmë sot e kena ditën me shi. Është domethënë shumë mirë, temperaturat janë të mira për marak. Hajde tregona, është koha me nis çka? Pa për menimin tim është koha për me nis prodhimin e municionit. Shkojnë një tek, more kapne pak me sportivitet që mu pas një nëzën qaj. Kapne pak me sportivitet temën mos më nisë një ka të sane. Me kush ty për verë, për shambull, atë në gosh, mu bëgati për det. Po gati pushimet verore, po gati me rezervu që ta është shkoa. Po. Qato e kena mungia, qato fedojnë anë. Okej.
Jo, mungesësh. U mbetën të uvra, domethënë, nuk e di a ka ndaj qytetar në Kosovë që nuk pas ka armë. Ajo për mbrojtjen e shtetit. Po ti shkon për çata, po përdoren për gjëra të tjera. Faleminderit shumë që na ke thirr, po të përshëndesim shumë. Mos pasim kurrë nevojë për to. Din bash hiç kohë. Edhe mos të tingëllojmë si që po e kundërshtojmë përgjigjen, por jemi pak të prekur prej ngjarjeve, kështu që çdo ditë jeni aty pa këtu sana, do të thonë çdo ditë. Çdo përleshje, çdo xhelozi, çdo kacafytje përfundon me plagosje. Mund dalën 6 persona u gjendën 2 kallasha, u dalën 2 asi. Më thonë nëse e kshy raportin e policisë, ki me i pasi brenda natës. Ana shkalohet, nuk është lajm, nuk përbën lajm. Jo, sa municione ka gjetë policia e Kosovës në përbastisi. Domethënë nuk është ndaj lajmi i rëndësishëm derisa ndodh diçka sikur se ndodhi ajo dje dhe sot. Si ndodhin tani thonë ku pi marrin, pa ata policia çdo ditë janë ty kallzu. Çdo ditë. Okej. Mirë, 049-978-978 edhe njerë jemi live edhe në YouTube në kanalin ton Glam Radio 86 FM, kështu jemi aty, kështu na gjeni në YouTube ku edhe mund të na bëni subscribe për të na pas sot dhe çdo ditë tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush telefonon? Shpendi, ju telefonon. Shpend, të përshëndesim shumë. Është koha për të nisur çka? Është koha për të nisur një fëmijë. Bravo, bre. Çfarë është? Me pranverën, lulzoni dhe dashuria dhe krejt ka pak. Ka dalë tek shyrëm shpend kur pi bie me pas ditëlindje nëse nis tash. I bjen domethën mars. Gjota gjata. Pas në mujë. Pas në sipas gjota gjata të tina. Do thon për vitri, tamam e nis. Me nis për pranverë, me ardh për vitri. Me ardh dhuratë për vitri. Po m'pëlqen shpend. Ani shpend suksese, mos u dorëzo. Faleminderit. Presim me na ardh me përgjigje së shpejti. Forca shpend atë. Go shpendi. Go shpendi. Tung. Kaloj mirë. Hajde të përshëndes. Ama po ju desh ka një klimë brunës shpendit aty në ambientin të bjagë po me ftohtë me nxjerr pak atmosferën. Po, ashtu më thon kur qysh heq, kështu që si dihet, ka të ashtu. Po. Ja pastonoj edhe për fëmijë sa ne mja pastruar. Pa. Bruno, El Bruno. Hajde kur bot për rabina dhuratën e Fiona. Alo, përshëndetje. Ide shumë e mirë. Alo, përshëndetje. Kush vjen si dhurata? Ja, do të më ta prune as si me gota çoj. Kush na ka telefonu? Enisa. Enis. Po shkoha me. Po shkoha me. Nis, çka? Një biznes, ashtu një biznes. Bravo bre, Enis, se u kthyt në temë se nisën me do sa në trona, tash të lëshej edhe një kom të zbuti. O shkoha për me nis një biznes të ri, apo? Një biznes, ashtu. Çfarë biznesi do me nis? Vallahi, jam të marrë informata, po se di. Hajde në shtamu nga me të një diçka. Hajde. Po, jam kom bo dhe juve pyetjen, po s'po di, s'po m'jep kërkush në e far ideje të mirë. Hajde, del edhe njerë, çka është pyetja, cila është pyetja, del. Biznes? Për? Po, në e far biznes të ditë kanë Kosovë, po. Ti po thume na ke pyet neve çka me nis një biznes në Kosovë, po? Ju kom vetë. Po, me dit na e nis e kështu nis vetë, kishëm kallëzuesh ty. Arsim njerëz që janë për shembull atje si janë ndryshe kanë ideja. Po ç'është kanë ideja, plot ideja. Çka ka më pak, çka ka më shumë. Veç vitin e kaluar sa ide ti kom pas. Po, to kur për momentin në ACL ka pak. Nuk mundesh me gjetë kërkon. Domethënë më para e fiton llotën se sa që e gjon një tretje në përbarnatorët e Kosovës. Po refash në për status apo diçka un po vaj bleva dola. Se di ku e pas ke blet, domethënë ti luj llota. Ti luj llota. Ka një paketim të madh bile kështu, nëse do të dikush më mjaft shit ka pak. Kur vjen këtu e nis folim, kallzoj shka. Kur vjen këtu se e zgatun po. Faleminderit. Arsim, është edhe një thonje. Çfarë? Thotë shokët. Nuk mund të shokët janë si yjet, nuk mund të shohësh çdo herë. Mirë, po janë gjithmonë aty. Kur ti nevojë. Janë gjithmonë aty. Domethënë, përsa ta un thirr mu Fiona Oil ka sillat. Tani u doli yll limoni, se ne bjem një limoni, Arsim limoni, kjo ma për kjo yll limoni, tani dul yll limoni, e ndrej. Ta shyllit veç për thëmë yll. E për ata, do me thonë njerëz, shokët, çdo herë njëri e din si janë aty edhe kur ka nevojë dhe kur ki nevojë, e qanë.
Faleminderit. Kur çel biznes e sheh shoqnina ekipin me aty nuk e hi. Ti më po, kemi mshël për shoqninë, kemi mshël mas 2 ditë. Edhe kjo është një lloj testi për shoqnitë e vërteta. Ngom ty mu. Shumë aty. Për shoqninë, turoj suksese. Për shoqninë mshël mas 2 ditë. Rnoft klientela. Po, për shoqninë. Që vinë për vendin, se sa për shoqni. Mund të ai shoku gjithmonë me ardha aty me night. Janë herë ta bën për har pas. Po që s'vin hiç. A ka na zëm për dostat, më thonë shpytja me nerë. Po mos arshin, po puna e ty në çesh. Po që sa të kom Toyotën, shkojone ku të du, edhe me këndu, kështu që hiç nuk më varna nesër për biznes, veç të bën fjala. E mirë është edhe për biznese, për ndryshe, aty pse është e mirë për biznese. Bizneset po funksionojnë me Toyota, besoj e keni pa edhe në qytet këto bizneset e vogla, sidomos me delivery, kështu që kanë me punu gjithë ditën, domethënë në komunikacion, për koste të ulët, për shpejtësi, për efikasitet, për mos me ndot ajrin që funksionojnë gjelbërt, të gjitha këto. Më thonë servisi i Yaris Crossit është shumë më i lirë se sa servisi së cilës vetur. Po, prishet më janë. Plus se to e pas Toyotën këtu, si i autorizuar nga vet Toyota, kështu që shkoni në Toyota, në Autotrade, për ndryshe Autotrade e ka sjell përfaqësinë e Toyotës për krejt kosovarët, kështu që shkoni aty edhe zgjatin veturën ideale, jo vetëm për biznes, po edhe për familje. Alo, përshëndetje. Alo. A më në dëgjon? Ja, s'po dëgjon, shkoj. A është Viber a telefonat? Ishte Viber, po shkoj për momentin. Deri sa të gjen telefonata tjetër, shpejt ju tregojmë se ka kolon për momentin nga Vetërniku, është me kolon deri poshtë aty, për mjëqas rrethit me flamurreth i spitalit deri tek rrethi rrugës B. E ngarkuar është hyrja në Prishtinë nga AKI-a deri tek udhkryqi i katedralës. Rruga Tirana me kolon për tek rrethi brapa stadiumit Fatit Vokri dhe dalja e autostradës në Vetërnik është me kolon gjatë në këto momente. Për mjëqas rrethit Çaklavicës, pjesë me kolon gjatë në drejtim të Prishtinës. Çe telefonata oj fion. O arsim. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush telefonon? Ylberi. Hajde Ylbert, përshëndetje, nga përna telefonon? Po ju telefonoj nga vetura, duke ngacur me vetura. A jeti ku në komunikacion, a është qetë situata? Po. Po. Rruga Muharrem Feiza. A është ngarkuar? Po, si zakonisht në këtë kohë. Edhe si zakonisht ajo rrugë më duket në çdo kohë është ngarkume. Ajo kohë pa kohë është ngarkume. Po. Hajde Albert, tregona, është koha për të nisur çka? Është koha për të nisur krijimin e filmit të ri vizatimor. Filmit të ri vizatimor. Po. Tregom kur thu i ri, nën kupton që ka pas edhe të tjerë para ti. Po. Tregom me çka mirësh. Kam krijuar unë 2 deri në 3 filma. Po. Edhe tash po pres filloj filmin e ri. Filmi i parë ka qenë Laku dhe Molla. Po. Filmi i dytë ka qenë Muji dhe zonat e malit. Edhe një herë? Muji dhe zonat e malit. Muji dhe zonat e malit. Okej. Mund shihe në YouTube, në po që kanalin 3D artisti. Do më thonë të 3D artisti, është? Laku dhe Molla? Po, Okej. Edhe çka është plani tash për filmin e tretë? A ke ndonjë ide, a ke krijuar ndonjë koncept? Filmi i tretë po mendoj të jetë film që do të jetë këtë për qëllim edukimin e trinjve. Edukimin e trinjve, në çfarë konteksti? T'ju thënë drejtën ende nuk e kanë vendos, po duke par fenomenet negative, me u mundu me një formë tjetër me i luftu, me ngrit vetdijen e trinjve. Okej. Ka shumë tema që kishin mujt me ushtjellu në edukimin e trinjve, kështu që është një botë pafund. Edhe don kodë sa për me u mundu me i nxit trinj për me kriju më tepër në këtë zhanër, me kriju filma vizatimor me teknika 3D e kështu me radhë. Edhe kjo pjesë është zhvillu hafshëm kohëve të fundit, kështu që edhe këtu besoj keni me pas gjëra shumë të bukura me bo. Për ndryshe, në linjë të telefonike kemi Ylber Patokun, se na tregoj vetëm emrin, Ylber Patoku, që ka krijuar filmat vizatimor, kështu që hajde po i dëgjojmë pak. Faleminderit. Ylber, se po duhet ta bëj edhe një pyetje, po më intereson diçka me ditë. A ka mjaftueshëm artist 3D në Kosovë?
Artist ka, po unë nuk kam pa shumë iniciativa që punojnë me teknikën 3D për me kriju, se për me kriju një projekt, për shembull këtë filmin Muji dhe Zonët e Malit është dashur 6 muaj për një film që ka zgjat 6 minuta. 6 muaj do më thonë duhet punë për një film që zgjat 6 minuta, po. Se është, më thonë, është një prej profesioneve shumë të kërkume edhe me sa e di, do më thonë, artistët 3D janë të kërkuar jo vetëm Kosovë, por edhe jashtë Kosovës, apo? Po, pikërisht. Okej. Faleminderit shumë bashkë shumë po muhabet ma gjatë. Faleminderit. Për muhabet ma gjatë Ylber, kurdo që ta përfundon ose kur të fillon projekti, je i ftuar në emision për me e promovu filmin e tretë, kështu që kurdo që ki dëshirë, numrin e ki tash të telefonit, na kontakton edhe vjen lirisht në glam. Në cilin do emision? Me shumë kënaqësi. Përshëndesim, faleminderit e suksese. Faleminderit edhe nga ju. Hajde, miru dëgjofshim ton këto. Kisha po, çaf me pa vetën 3D. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje Asim. Faiki si gjithmonë. Ku je Faiki si gjithmonë e mirë? Qa forme pas mbi emrin si gjithmonë. Po, kish po. Arsimi si gjithmonë po. Hajde, urna. Do më kritiku pak se e mora lidhjen me ndërpret. Ja, fajt. Po bën gabim që po na kritikon këtë aspekt. E morë lidhjen po ta ndërpreti dikush. Se do më thonë, ose thirri dikush se na zbojnë asisane. Besa dhe atyne që jam ndërprejna i tregoj drejt, aty një thëmë që po ta noli qëtasht, edhe s'ki me thirë mo, nuk bojnë asisane. I ka zojna drejt. Baba, ja, s'kena, hes na vjen kesh për këtë farë punë. Qa të deshta me dalë. Ja, hes na vjen kesh. Unë do më thonë kur... A qa i një shqiptar, po dilni që ati ku pëtoni me dalë, tu e fjallin e mirë, se sa për okolla, njerë me shota, tregona përgjigjen që e kena, do më thonë për pyetjen për ditën e sotme. Është koha për të nisur. Është koha për të nisur. Çka o koha me nis? Koha për me nis. A ki çfarë do të thonë për politikë? Po ja, për politikë një kat më poshtë. Është koha me nis diçka tjetër. Hajde diçka ty çka po ta merr mendja se do të me nis. Ty çka ki me nis diçka për veti? A ki me nis ta Isan? Për veti. Personalisht. Nuk për di veç për më përgatit për pushime verore në Kosovë. Është koha mu përgatit për pushime verore, u kry. A beshe su ka në rënë kur që. Faleminderit, përshëndesim shumë e pas një pasditë të mrekullueshme, Faik. Gjithashtu jeni të mrekullueshëm Arsim. Faleminderit. Sepse nalim nga njerëz në telefonin apo gjëra të mira. Kur të nalim besoni që ju tregoj, po ta nali, kështu aty se kena hiç problem. Po shkoa edhe për me nis me ju largu domethën kolonës, mi u shmon kolonës, sepse Venture Motors i ka sjell ilaçin për kolon, po i ka sjell ato vespat e mrekullueshme që mundeni edhe ju me pas një, kur po them mundeni, për një me mundeni, sepse për vetëm 1 në ditë ti mundesh mu bo me një Vesp 3, atje mundesh me shumë i pa dhe shumë modele, dhe ju që do një adrenalinën, shpejtësinë të tjera, keni shumë modele tek Venture Motors në Instagram, ose shkoni tek Automita, edhe mundeni me i pa gjitha këto bukuroshe atje. Telefonata radhës. Bukuroshe? Po, bukuroshe. A më pash bukuroshe, ja. Bukuroshe, ja. Që telefonata? Alo, përshëndetje. O, përshëndetje. Përshëndetje, Batir, përshëndetje. O, gjithat mirat për ju. Gjithashtu. Qështë kemi sot? Me shëndet mirë, me disponim mirë? Mirë, edhe i disponum, edhe i daktum, edhe i mirë. Qashtu, Batir, bravo. Është koha për të nisur çka, Batir? Po, është koha për mu nis me u pregadit me shku në baj. Në baj, që dikush në deti, dikush në baj. Ku pëton me shku kësaj radhe? Ova mendoj që në Elbasan. Në Elbasan, a e ke gjetë partnerin, se ke thonë që bashkëshortja po të refuzon? Ja, po në boj nuk po më refuzon. Këtu e pas ke gjetë edhe të ilaçin. Ja, këtu në boj që Sovjeti e në bashkë, gjithë. Mirë, Batir, kaloshit mirë e knaqunim. O, gjithat mirë. Faleminderit. Faleminderit edhe na të përshëndesim shumë. Shkojna dhe në Albi Malë, se shkoa mi pa atje zbritje. Ta shkoa me shumë i pas brog, edhe koleksionit e reja cim, edhe plus pranver kanë ranë zbritje, kështë që do të me shku.
për produkte për mobilje shumë kualitative dhe me çmime kogja të arsyeshme, kështu që shtëpia jon gjithmonë e meriton më të mirën. Ka një super ofertë Enza zbritje deri në 30%, apo edhe deri me 30 deri në 50% keni zbritje deri me 5 prill, kështu që mundeni me shfrytzuar edhe super ofertat e Bajramit tash. Kështu që shkoni në Enza Home. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, shok dhe shoqe. Hajde shoqe, si kalon? Mirë, ju si jeni? Mirë, faleminderit, edhe na jemi shumë mirë. Është koha me nis çka? Për të mbjellur lulet bukura pranverore. Është koha me nis me mbjell lulet. Faleminderit shumë gane, po të përshëndesim shumë. Edhe është koha sapo e fillova një javë të mbarë dhe të lumtur. Qoftë. Edhe viti çashtu. Gjithashtu, faleminderit. Faleminderit gane. So mirë, pishe. E vendosur, çështu do të më qenë gros, të vendosur me kalu mirë. Kanë metë edhe pak ditë nëse doni me shku me boni rezervim në Swiss Diamond Hotel Prishtina për me boni iftar. Më thonë ata po vazhdojnë po organizojnë iftare për gjatë ton javës, edhe mundeni me thirr përmes numrit të telefonit në 038-2200-00. Për dini menynë e mrekullueshme, për ambiencë kena sa me fol Swiss Diamond Hotel Prishtina për juve që alo se keni bona e varur. Edhe sot ditë kanë metë. Do më thonë të djelen të shtunën mund të qeni fundit, po. Ke festa e Bajramit po vjen ditën e dielën. Të djelen, po të hanë neve mundi me na bëu mua dhe Fionës për ai Bajramit, se edhe dilën, s'po dalin. Aden, se banit madhe. Të tjetra. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Është radio Dukaqini, Flamur? Jo, është Glam Radio. Flamuri s'është këtu? Pak më lart. Glam Radio. Po të sa rroj. Pardon. Ska gjë i nderuar. Kush na ka telefonu? Seferi. Hajde Sefer. Çka është tema? Tema është kështu, është koha për të nisur? Shka thire kurse për temën ose As temas, radio, as emëras. Ja, sans për shumë dhe një Sefer, qëre pret, koncentroni e lëshe këtë vën. Apo? është koha për të nisur, qajo vetë. Është koha për të nisur në Gërpet, ose në Gjemen një, ose në Paris, ose në Petor. Okej. Rruga e mbarë? Është që shkokanisë mos pja u po nisët për Gjermanie po nden në Afrika. Apo kupton se qyshja kish nis, domethënë spedike kush as qyshor veçan Gjermani jo, bile as kontinent është asja qëllon. Beshani numër, po thirrësh aty allo. A është Fiona që kjo, ju më çfarë Fiona, den ti ke thirr dikun tjetër, koncentroj numër mos bani kësaj sane. Hajde të fja falim. Jo, s'ka të fal me se çështë nisë. Respekt dhe përshëndetje për krejt kolekton kudo që janë, me flamore me kush kanë, a? Po, flamur dashti me thon, po. Po flamur dul. Po përshëndetje për krejt kolekt, po vetë po thon për këtë që thirrën, atë është pak problemi që me ditë vret pak me na respektu edhe neve se kur gjatë tjetër nuk lypim, vetëm me na respektu. Rubini, nëse doni me respektu dikon shumë, shkoni te Rubini sepse i keni donazat të mrekullueshme, edhe ato me gurçmuar diamantit, po edhe shumë aksesorë të tjerë gjeni në qendër Prishtinës, në Albi Mall dhe në Ferizaj. A ke pa dhënë Fiona se po kthejnë apet aty ku lash. Shumë shpesh mundohem më mujt me emrat, më thon përmes telefonit, për respekt, se jo për diçka, po për respekt dhe gjuzve ju pyesin çka keni emrin, se ata dojnë me ditë kush jeni jo. Edhe kur jemi sigurt tani herë, nuk e thej se thojnë. Ma mirë thojnë kallzona kush je. Se ju vjen mërzi kogja, e ke pa. Alo. Jo. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Ilmi Ançiçi. Ilmi, është koha me nis çka? Më nisë me shku të Rubini me marrë në ju. Ta njefshat. Po bre Ilmi, ta njefshat mirën. Bravo, të përshëndesim. Faleminderit. Hajde faleminderit. Që ai Fion. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush telefonon? Seri nga Podija. Seri nga Podija. Ç'është jena sera, je mirë. Mirë, faleminderit, jo. Mirë, faleminderit shumë. Hajde tregom, është koha për me nis çka, sipas te jena ser. Është koha për si mbas mirë, është koha për më nis mbar, për gjithçka. Me gjona të vitet e kalume që në të kanë shku mire, ta është shku për mundis më shku më barë, gjithë shka zhvillim. Më me lot kaluarën brapa, mos me haru, po me esë për para. Me esë për para. Bravo Naser, falimderit, përshëndesim shumë. E bash një aftë mirë. Falimderit. Hajde, tung. Falimderit. Mos harroni pas iftarit të konsumoni edhe pudingët nga Zot, i keni në për krejt marketet, ama kur thom krejt, bash krejt, edhe në për marketet e lagjes, edhe në supermarkete, ku do i gjeni
Pudingët nga linja Zot, I keni protein mousse, drink ose puding, keni me shijet vanilës, çokoladës, karamelit e shumë lloje të ndryshme nga linja Zot që janë me 27 gram protein, pa laktozë, pa gluten, pa sheqer të shtuar, me shije origjinale. Çka po kesh? Çokoladës. Çokoladë. Ka I doli. Gjithë kur mënona me thonë një anglisht, një shqip, më dela e çokolada. Alo, përshëndetje. Çokoladë. Alo. Kush na telefonon? Fazilja nga Gjergjica. Fazilja, di shëtirin Fazilja në shkurt? Zile. Zona Fazilja. Oj, Zile. është koha me njës qka? Allah, koha me njës bashkët, me njësin pregatit me mjellë seret. është koha me bo. Qka keme mjellë, bre? Ka di që shtojnë kështu po bjen Zilja. Til burri Faziljas me këshyr ku po bjen kjo. Ra Zilja t'i kojnë. Ra Zilja, ku ra Zilja, mëre? Edhe kërë janë ka ra Zilja s'ka besu. Oj, ra ti kush Ziljas, kush mi ra Ziljas? Kush gëzër me ma frek Ziljen? Mos ma frek një Ziljen, atë. Mos I bir Ziljas. Mos e frek Ziljen. Mos e frek Ziljen. Ziljas bënën. Oj, Zilja pushteme, pas ka emre shumë të mirë. Nështë sprekësh, a? Jo, më shpartit, ja përshë që u knasht të kesh. Nuk knasht me ju, pa. O, zambra të knasht. Për ditë ju thiri, mind zësët, se më nëzonë, rarin taj tjere. A për nëzojnë, bre, Zile. Po jepi ma fort Zile. Ti bire Zile? Bire Zile s'ma shumë. Tung Zile. Hajde të përshëndesim. Faleminderit. A kena kohë edhe për një telefonat? Do të më marrë. Do të më marrë edhe një tani Pibina Ziles, po vishë edhe njerë thash të këshyri komunikacion, në përshat që jenë këtu në për këto momente në për vetura. Dali autostradës në Fush Kosovë, dali autostradës në Veternik me kolon Mjuqas, rrethi Çagllavisës, kolon e gjatë në drejtim të Prishtinës, nga lart Veterniku me kolon në drejtim për tek rrethi me Flamor. Pastaj hyrja në Prishtinë nga Fush Kosova, saktësisht nga zona industriale është me kolon deri tek kryqi I Menzës. Telefonata e fundit fjon. Alo, përshëndetje. Kush telefonon? Ela, ka menuar më thon po Ela, ndërprejti, ta montap, ndërprejti. Po tash minutat po ecin. Alo. Minutat le tecin. Apo e përfundojmë? Jo, pres. Alo. Presim se s'bën me përfunduar kështu. Pret se kam alo komunikacion, veç unë u guta për shkaku I telefonatës. Rruga Gjim Ramadani me kolon nga kryqi I Menzës te komuna dhe Anasjeltas. Rruga Tirana me kolon nga bulevardi Bill Clinton deri tek rrethi prapa stadiumit. Çe telefonata e fundit. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush telefonon? Kush telefonon? Alo, ai kanë një dy telefonata, ai dy persona. Dhe sa undru, do më thonë ndrrimi. Përshëndetje. Përshëndetje. Kush telefonon? Na goti për na vinë Sarajlia 300 të është me hangër. Qysh edhe një herë? Të është me hangër Sarajlia për baklava të bajam. Njëna si prishë. Ka me pritni? Miradi e vityshi. Ani Miradi e të përshëndesim. Miradi, a din me bot atli? A Miradi, a din me bot atli? Fliden, po atli a din se flije. Lija baklava të një bovë fëmijë të bajram. Faleminderit, përshëndesim. Edhe personi që po të asiston aty. Po, dikush ja kishtir. Faleminderit, faleminderit, double të faleminderit. Ecëm. Faleminderit shumë Jeta Baholli Hair and Makeup, faleminderit shumë I rrugove. Na ecëm, kena me vazhdu pjesën e dytë me Glam Radion në frekuencat 86 dhe 102 FM, kështu që siguroni me na dëgjua aty ose merrni aplikacionin ose na dëgjoni përmes glamradio.fm. Mos harroni me bo ata që duni me bo gjithmonë, me ep shumë dashni. Deri nesër, paqit plot shëndet. Plus, aplikacioni më I ri multibrand që bën çdo blerje një kënaqësi të vërtetë. Shkarko aplikacionin dhe përfiton nga çmimet e lira, bonus në blerje dhe oferta ekskluzive tek partnerët tanë.
Meridian Express, Shpar, Buka Bakery dhe Meridian Kitchen.